Rihapja e Muzeut Arkeologjik në Durrës pas një mbyllje të gjatë gati 7 vjeçare, që pas tërmetit të nëntorit të vitit 2019, ka rikthyer menjëherë interesimin e turistëve të huaj për këtë atraksion historiko-kulturor mjaft interesant, jo vetëm për Durrësin, por edhe për vendin tonë. Se qytetarët e Durrësit të parët kanë ardhur për ta vizituar me shumë interes, por natyrisht edhe të huajt që gjithmonë kanë qenë në kërkim të këtij muzeu gjatë këtyre viteve, kështu që interesi është mjaft i lartë, po edhe përshtypjet janë shumë të mira me sa kemi marrë një lloj feedbacku nga turistët e huaj. Ka një numër të konsiderueshëm vizitorësh. Në fakt, vlerat që konservon ky muze i dallon edhe në përshtypjet e para të vizitorëve të huaj të kombësive të ndryshme. Hera e parë që vim në Shqipëri dhe në Durrës, është shumë bukur. Unë adhuroj arkeologjin dhe për mua të shikoj këto gjëra, të shikoj gjëra greke apo të perëndërisë romake është shumë bukur dhe mjaft impresionuese për mua. È bellissimo vedere tutto questo. E a me storia piace tantissimo, io vengo da Firenze. Historia më pëlqen shumë. Unë vi nga Firenze dhe për ne arti dhe historia na e kanë mësuar dhe tërhequr që në fëmijëri. Dhe të shikoj këtu pjesë të ngjashme edhe nga historia italiane është shumë bukur. Molto emozionante. E adhuroj këtë muze. Ekspozimet e vjetra janë mjaft tërheqëse. Gjithçka është e sqaruar edhe në anglisht dhe po e shijoj pa mas. Me koleksionin e tij të pasur dhe interesin në rritje të publikut, Muzeu Arkeologjik i Durrësit po rikthehet gradualisht në një nga atraksionet më të rëndësishme kulturore dhe turistike të vendit.